Forumi diplomacisë në Antalya gjatë 3 ditëve të fundit mblodhi mira lider botror dhe shërbeu si një platformë kyç për trajtimin e krizave të mëdha ndërkombëtare, tha sot ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan, duke theksuar gjithashtu rolin gjithnjë e më të madh të Turqisë në diplomaci dhe ndërmjetësim. Fidan tha se presidenti Recep Tayyip Erdogan, së bashku me zyrtarë të lartë turq dhe homologët e tyre të huaj, zhvilluan shumë takime dypalëshe në margjinat e forumit, ndërsa aty u mbajtën edhe disa takime të rëndësishme diplomatike. Ai vuri në dukje se Turqia, Arabia Saudite, Egjipti dhe Pakistani zhvilluan një takim katërpalësh të fokusuar në stabilitetin rajonal, bashkëpunimin ekonomik dhe zgjidhjen e konflikteve. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Tymço Mucunski, gjatë fjalës së tij në forum, theksoi rolin e Turqisë si një aleat i rëndësishëm, duke vënë në dukje rëndësinë e përpjekjeve aktuale diplomatike të Turqisë të udhëhequra nga presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe ministri i jashtëm Hakan Fidan. Kemi shumë shembuj të suksesshëm të bashkëpunimit rajonal, veçanërisht në fushën e lidhshmërisë. Korridori 8 përfaqëson një projekt të kyç për stabilitetin politik, siguri dhe tregti, ku tashmë shohim përparim të konsiderueshëm, deklaroi Mucunski. Zëvendësministri i njëherësh ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë, Glauko Njuca, deklaroi se Kosova ka treguar partneritet të fortë me vendet fqinje. Marrëdhënie të shkëlqyera me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut të Malin e Zi, raporte jo të lehta me Bosnjën dhe shumë të vështira me Serbinë, Kosova ka ratifikuar marrëveshjen për heqjen e vizave me Bosnjë e Hercegovinën, zbatimi ende nuk ka avancuar. Duke u nisur nga Kosova, mund të arrish më shpejt në Stamboll se sa në Sarajev, edhe pse distanca është 2 fysh më e madhe, deklaroi Konjuvca. Edhe ministri i jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha theksoi se rajoni i Ballkanit Perëndimor duhet të vazhdojë bashkëpunimin me synim për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa theksoi besimin midis shteteve si faktor kyç për avancimin e rajonit.